Për 20 ditësh, Shqipëria u kthye në syrin e një cikloni digital. Një vërbull shumë fish më e madhe se sa vetë për masa e vendit tonë, e cila përfshiu bashkëqytetarët tanë, të reja, të rinj, familjar me karroca fëmijësh, patriot digital, punonjës të mirë paguar bankash, komedian të kthyer në kandidat, delirant me qeleshe, intelektual me kapele republike, njerëz nga çdo anë e botës, media sociale dhe tradicionale nga të gjitha kontinentet, organizata vendase dhe të huaja, parti politike në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, aktorë të biznesit të turizmit në rajon dhe aktorë shtetëror malinj ndaj Republikës së Shqipërisë. Natyrisht, edhe karavidhet opozitare të vendit tonë. Një grumbullim i hatashëm gjërash që as janë njësoj, as janë bashkë, po u mblodhen së bashku. Në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri dhe dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti, sa mundën. Dhe kuran nga kali, filluan të gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Befas Zvërneci u bë kërthiza e botës, ku përvendosej fati i ngrohjes globale. Bulevardi i Tiranës u bë sheshi Tiananmen, ku qindra mira njerëz, sipas vetë senatorit të nderuar Bernie Sanders, ju turrën oligarkisë botërore. Dhe bota shqiptare u njësua me histerinë e kanaleve sociale, duke bashkuar në një armat të vetmet çlirimtare zogjt më elegant të botës, flamingot, me fundin e kazanit digital, bullistët e terrorit online. Unë e di që mund të zhgënjej edhe shumë këtu brenda me këndvështrimin tim, por e vërteta është se cikloni i këtyre 20 ditëve nuk është interesant për atë që thot mbi qeverisjen e Shqipërisë sot. Është interesant për atë që thot mbi kohën ku kemi hyrë, botën që jetojmë dhe sfidat me të cilat do të përballemi gjithnjëherë më shumë edhe ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Nëse kjo histori do të kishte ndodhur 10 vjet më parë, do të kishte mbetur në rastin më të mirë një debat shqiptar pa protestë. Do të kishte pasur mbështetës, do kishte pasur kundërshtar, do kishte pasur sherr, po të kishte mbetur këtu, brenda kufive tanë, pavarësisht përfshirjes së amerikanëve, izraelitëve apo të dreqit vet që u përfshi në këtë histori edhe pa qenë fare pjesë.